është transmetuar nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu se ai ka thënë kësaj. Thotë vlera e namazit të natës mbi namazin e ditës është sikurse vlera e lëmoshës së fshehtë mbi lëmoshën e dukshme. Saktësisht e ka për qëllim atë domethënien fetare që njeriu kur e jep një diçka, kur jep lëmosh dhe u del në ndihmë të tjerëve, dhe këtë nuk e sheh askush për njerëzve, dhe këtë nuk e bën publike, dhe këtë nuk arrin askush ta kuptojë, ndoshta madje as familjarët e bamirësit. Kjo tregon më shumë se sa ndoshta cila do formë tjetër që lëmosha e tij ka qenë vërtet për një mend vetëm për Zotin. Vërtet për një mend lëmosha e tij ka qenë për të fituar shpërblimet e Allahut, nuk ka qenë për të fituar epitete, lavdrime dhe do thotë mirënjohje tek njerëzit. Nuk ka qenë për të fituar peshë edhe vend tek zemrat e njerëzve. Ka qenë vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj Abdullah ibn Mesudi sikurse na thot, ata të cilët falen natën, ata të cilët e synojnë natën për ta xhalluruar atë me namaznate, vërtet e kanë synim Allahun subhanahu wa taala. Vërtet nuk synojnë diçka tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ajo që mund të nxirret si rregull i përgjithshëm, jo vetëm për këtë ibadet, por për çdo adhurim tjetër, e që në veçantë për namazin e natës mund të thuhet më lehtësisht, ka të bëjë me atë faktin e madh që së më shumë të sinqeritet që kemi për Allahun, aq më shumë kemi përkushtim aty ku nuk na sheh askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që kemi një mend synim fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, na intereson të përkushtohemi Allahut subhanahu wa taala aty ku sinqeriteti ynë është i palakundshëm dhe përkushtimi ynë ndaj Allahut subhanahu wa taala është më së i çelëtar. Ndaj është shumë thelbësore për ta kuptuar këtë çështje që në mungesë të sinqeritetit mungon pastaj edhe përpjekja aty ku nuk na shohin sytë e njerëzve, ndërkaq tek namazi i natës është pikërisht ajo që do thotë namazi i natës bëhet në qetësitë e natës, bëhet fshehurizi, bëhet pikërisht në shtëpi, bëhet pikërisht në ambiente të izoluara dhe rrjedhimisht është më së i predispozuar për të qenë sa më i sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj dikush prej dietarëve, saktësisht Ibn Rexhepi, e konstaton dhe thotë se namazi i natës është më i vlefshëm se sa namazi i ditës, pikërisht thotë sepse është më i fshehtë dhe është më afër sinqeritetit. Është më i fshehtë dhe është do thotë më afër sinqeritetit për Allahun subhanahu wa taala.